E falenderojmë Allahun xhalla shanuhu me një falënderim që i takon madhërisë së Tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e Tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i çdo gjëje. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe padyshim që ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Allahu qoftë mbi të, mbi familjen e Tij të pastër, shokët e Tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të Tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është: Allahu nuk do të ndryshojë ligjin, njeriu është ai që duhet t'i përshtatet ligjit. Imam Ahmedi transmeton nga Tariku se një hebrej kishte ardhur te Omeri radiallahu anhu dhe i tha: me të vërtetë te ju në librin tuaj ka një ajet që sikur të na ishte shpallur neve, ne do ta kishim marrë ditën e shpalljes së tij për fest. Cili është ai ajet, e pyeti Omeri radiallahu anhu. Ai tha: sot ju përsosa fen tuaj, e plotësova ndaj jush begatit e mia dhe jam i kënaqur që Islami të jetë feja juaj. Pasha Allahu, tha Omeri radiallahu anhu, unë e di orën, ditën dhe vendin e shpalljes së këtij ajeti. Ishte ditë e xumë, para akshamit në Arafat. Rruga e përsosur dhe begatia e plotësuar quhet Islam. E fjala Islam përkthehet dhe përcaktohet si në nështrim ndaj vullnetit të Allahut. E vullneti i Allahut dhe ligjet e Tij janë të pandryshueshme. Njeriu është ai që duhet të ndryshojë dhe veprimet e Tij t'i përshtas me ligjet e Allahut xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Ligjet e Allahut janë në natyrë, në shoqëri, ato janë kudo. Uji rrjedh në drejtim të ulët është ligji i pandryshueshëm i Allahut xhalla shanuhu. Zjarri nuk mund të digjet pa oksigjen, është ligj i pandryshueshëm i Allahut. Nëse shikoni botën përreth, do të shihni ligje të panumërta që nuk mund të ndryshohen. Edhe në shoqëri ekzistojnë ligje të pandryshueshme të Allahut xhalla shanuhu. Është ligji i Allahut që shoqëria e bashkuar ecën përpara. Është ligji i Allahut që ata që fitojnë dije do ta shohin në rezultatin. Është ligj i Allahut që puna e çon shoqërinë në begati. Ata që janë të bashkuar, që mësojnë, që punojnë dhe krijojnë shprehi pune, ata do të kenë sukses. Ligjvënësit dhe ligjit nuk u intereson se kush janë ata dhe si quhen. A mendoni vallë se Allahu xhalla shanuhu për hir tonin do të ndryshojë ligjin? Rreshtazi muslimanët bëjnë dua që Allahu xhalla shanuhu t'i ndihmojë Palestinës dhe popullit palestines, por duaja nuk pranohet. Pse? Sepse ky veprim është në kundërshtim me ligjin e Allahut xhalla shanuhu. Ligji i Allahut është që lutjen duhet ta bësh vetëm pasi ti ke shtërruar të gjitha mundësitë e tua. Kur nuk mund të bësh më asgjë, atëherë vjen në radha e duas. Ajo është arma e fundit e besimtarit. Ajeti i shpallur në mbrëmjen e asaj dite xumë në Arafat erdhi në fundin e misionit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai erdhi për të na kujtuar rrugën e përsosur dhe begatin e pamatshme. Rruga është Islami, ndërsa begatia është kënaqësia e Allahut xhalla shanuhu. Pse tham të tjerët do ta merrnin këtë si fest? Sepse në gjitha popujt e historisë, dita dhe data e çlirimit nga armiku është fest. Ky ajet na ka kujtuar se Allahu xhalla shanuhu e ka përmbillur mesazhin që e çliron njeriu dhe njerëzimin nga mashtrimi.
Ky ajet në ka lajmëruar se Allahu Gjellëshanhu e ka plotësuar mesazhin që e çliron njeriu nga humbjet, mëkatet dhe zakonet e këqija. Çdo çlirim, edhe ai krejt personal, mbahet mend si fest. E mban mend kur e ke lënë duhanin, e mban mend kur e ke lënë pijen, e mban mend kur i ke kthyer shpinën një mëkati, sepse ajo ditë është ditë çlirimin nga armiku. Allahu Gjellëshanhu nuk do të ndryshoj ligjin. Njeriu është ai që duhet të ndryshoj. Ligji i Allahu Gjellëshanhu në shoqëri thot, një shoqëri e bashkuar do të ecë përpara. Përveç këtij ajeti të shpallur në Arafat, Allahu Gjellëshanhu wa Gjelle Gjelaluhu ka shpallur edhe shumë ajete të tjera që janë ligjet të tij. Thirrje të Allahu Gjellëshanhu që e ftojnë njeriu që sjelljen e tij ta përputh me to për të arritur sukses. Do të ishte fest për ummetin, do të ishte ndihma jonë për vëllezërit, do t'u lehtësojë të mjerëve nëse tek veshët tonë dhe zemrat tona do të arrinte ajeti wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, të gjithë kapuni fort pas litarit të Allahut dhe mos u përçani. Dita kur ne do t'i bashkonim përpjekjet tona, dita kur do t'i bashkonim mendimet dhe veprimet tona, do të mbahim mend si fest, sepse ajo do të ishte dita që na drejton në atë udhë ku shohim edhe interesin tonë. Allahu Gjellëshanhu thot, pasi nafton të kapemi fort pas litarit të tij, dhe kujtoni kur ishit armiq me zvete, e ne ju bashkuam me atë një fjalë themelore e vendimtare. Fjala është La ilaha illa Allah. Ju ishit buzë humnerës së zjarrit, e ne ju shpëtuam. Janë bërë shumë ditë dhe vite që ne bëjmë dua dhe kërkojmë nga Zoti të na udhëzojë dhe të na ndihmojë. Dhe kjo nuk është nivel i veprimit hyjnor. Duaja si armë e besimtarit vjen vetëm kur gjitha armët e tjera janë shpenzuar e shumë gjëra që ndrojnë në dispozicion të ummetit që duhet të ngrihen e t'i vënë në lëvizje. Mendo, Allahu Gjellëshanhu thot, sot ju apërsosa fenë tuaj, ja pra ligji jonë, sot ju aplotësova begatit, ja shpërblimi jonë, jam i kënaqur që Islami të jetë feja juaj, cilën do tjetër rrugë që ta marrësh nuk do ta gjesh kënaqësinë time. Të ecësh në një rrugë ku nuk ka kënaqësinë Allahu Gjellëshanhu dhe të kërkosh nga Allahu të ndihmoj, është dështim i pastër. Allahu nuk do të ndryshoj ligjin për ne. Ligji thot, uniteti dhe bashkimi sjellin sukses. Ligji thot gjithashtu se dia sjell rezultat. Në një varg ajetesh të shpallura para atij ku thot se e ka përkryer fen, Allahu na ka urdhëruar të mësojmë në emër të Zotit të botës. Kjo dije duhet të jetë në dobi të shoqërisë. Duhet të jetë ajo dije me cilën duke jetuar në këtë botë, fitojmë dhe shpërblim për botën tjetër. E vërteta është se një popull, një ummet që ka një ajet, ditën e shpalljes së të cilit të tjerët do ta merrnin për fest, ka rreth 50% analfabet. Dhe për 60 vjet ne e lutim Allahun që ta zgjidh problemin tonë. Po kush duhet të zgjidh problemet tona? Pikërisht ne duhet të zgjidhim. Ummeti i pejgamberit alayhis salam duhet të jetë shoqëri e dijes, shoqëri e zbatimit të urdhrave të Allahut dhe përputhjes së veprimeve të tij me ligjet e Allahut Gjellëshanhu wa Gjelle Gjelaluhu. Ligji thot, nuk janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë. Por ata që dinë Allahu Gjellëshanhu, melekët, madje edhe peshkun në ujë dhe milingona në tokë, e lusin Allahun që të japë sukses dhe u sjellin bekim. Do të ishte fest për ne kur të kuptonim se marrja e dijes është zbatim i urdhrit të Allahut dhe se e bëjmë jo vetëm për një vend pune më të mirë, por edhe për shkak se me dijen tonë
duan të ndihmojnë vëllezërit tonë të mjerët, duan të zgjidhin problemin tonë. Duaja është armë, por vetëm pasi të ke shtëruar çdo mjet tjetër. Allahu xhalla shanuhu nuk do ta ndryshojë ligjin për ne. Ata që e orientojnë sjelljen e tyre sipas këtij ligji, ata do të kenë sukses. Ligjvënësit dhe ligjit nuk i intereson se si quhen dhe kush janë ata. Të bashkuarit janë të suksesshmit. Ata mund të jetojnë kudo, nëse janë të bashkuar do të kenë sukses. E përsëris edhe një herë, mos prisni që Allahu të përshtat ligjet e tij, vetëm sepse ne jemi muslimanë. Allahu xhaleshanu është i kënaqur që Islami të jetë feja jonë. Por besimi që nuk nxit për ndryshim është vetëm supersticion, pra besim i rrejtë. Ka një tregim lidhje me këtë, u rrokullis një sopat në një pyll me drujnë të rinj. U friksuan drujnë të rinj dhe filluan të dridheshin. Atëherë një dru më i vjetër u tha, mos kini frikë nga kjo sopat, përderisa asnjëri prej jush nuk i ofron të bëhet bisht për të. Unë lutem te Allahu xhalla shanuhu që të na ndihmoj që sjelljet dhe veprimet tona t'i përputhim me ligjet e pandryshueshme të tij, e atëherë do t'i shijojmë fritet dhe do ta shohim fitoren. O Allah i madhrishëm, na ndihmo neve. Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.